Përshëndetje dhe mirë se u rikthyeet në një tjetër video të kanalit tim. Ju që jeni të rinj, mirë se erdhët. Unë quhem Danja, ju ndodheni tek Danja's Channel. Siç e shikoni, ndodhem në dhomën time dhe nuk po gjej dot një vend të dur për të filmuar, kështu që background keni dy arushat, ky është timi, ky është i Aleksios, edhe krevatin edhe kubat e mi. Anyway, sot vendosa të bëj një video ndryshe nga videot e tjera përsëri dhe pak me veçantë sepse është një si quhet si harrova? The Merry Christmas YouTube tag. Që do me thënë, do ju përgjigjem 15 pyetjeve dhe në fund fare të videos do bëj tag, do me thënë do nominoj edhe disa youtubere të tjera që të bëjnë të njëjtën gjë si unë dhe kjo të shkoj pastaj zinxhir. Se cilën nga ato do nominojnë edhe youtubere të tjera në qoftë se duan ta vazhdojnë, ose jo, gjithsesi unë e bëra sepse më duk interesante dhe më pëlqeu shumë si ide. Përveç kësaj, shikoni çfarë kemi diçka të re këtu sot. Yes! Bleva mikrofon. Nuk e di se si do dalë zëri, sepse jam duke regjistruar tani për momentin, edhe nga që aprova shumë ndoshta ka buçitur zëri. Por bleva këtë mikrofonin e ri, e bleva jo vetëm për të bërë videot ASMR, por e bleva për të dalë zëri akoma edhe më i pastër në çdo video timen, kur unë t'i jem duke folur, siç jam tani, jo nëpër vlog, sepse s'kam se marr me vete dhe nuk mund të marr dot edhe laptopin me vete që të filmoj edhe të regjistroj zërin, po të shëndzika kjo. Qëlloj fati im i keq që kamera që mora nuk kishte mikrofon, domethënë s'ka vend për të futur një mikrofon të jashtëm. Se nuk do detyrohesha të blija këtë pastaj. Vazhdojmë atëherë me The Merry Christmas YouTube tag. Atëherë, pyetja e parë thot: përdor një zhurmë apo një klithmë apo një gjë të tillë, noise, për të treguar se sa e gëzuar je për Krishtlindjet. Jit! Kjo është. Cila është dhurata më e bukur që ke marrë ndonjëherë? Dhurata më e bukur që kam marrë ndonjëherë për Krishtlindje bëhet fjalë. Për Krishtlindje më mori mami atë, më duket se po. Ka qenë një puzzle, po që kur e ndërtoje shtëpi. Domethënë si tip maketi. Edhe kam akoma, nuk e di para sa vitesh, para shumë vitesh e kam marrë mami, dhe e kam akoma, dhe ai ka qenë maketi im i parë, kështu. Tamam. Cila është dhurata më e keqe që ke marrë ndonjëherë? Ka marrë ndonjë dhurata të këqija, gjithmonë për vitin e ri, për Krishtlindje kemi marrë dhurata të bukura, sepse normalisht derisa vinte Krishtlindja dhe viti i ri neve i kishim thënë edhe stërthënë që mami ti dëgjonte, flaset ne bashkë me Aleksin, edhe ka marrë mami gjithmonë, domethënë atë që kemi dashur. Kur ishe fëmijë, vllai ose motra, ka marrë ndonjëherë dhuratën që ti ke dëshiruar? Jo. Sepse unë dhe Aleksia, si që ju e dini tani, kemi 7 vjet diferencë dhe normale që ato që pëlqen Aleksia s'mund t'i pëlqej unë, sa ajo është e vogël dhe Anastasieltas. Kështu që nuk ka patur në një rast që Aleksia të ke marrë diçka që kam dashur ta marr unë. Veri një emër tjetër, një dreri, nga slita e babagjyshit. Unë tani vetëm Rudolfin di, ai më unë të kuqe, si t'jave Kristofor. Me që është nga Krishtlindje. Cila është gjëja jote e preferuar për Krishtlindje, domethënë gjatë kësaj periudhës së Krishtlindjeve? Gjëja ime e preferuar është që jo vetëm për Krishtlindjen në fakt, po gjatë gjithë periudhës së dimrit, është kur është shumë ftohtë, sidomos këtu në Korçë, që ju e dini, dhe futesh brenda në shtëpi dhe shtëpia është vale ngrohtë dhe të bie ai ngrohti, të bën kështu të kput fare, të zë gjumi duke ngrënë bukë ose duke parë ndonjë film. S'mund të them duke lexuar ndonjë libër sepse unë më zë gjumi duke lexuar libra, nuk është nevoja të vi nga e ftohta në të ngrohtë, po që kjo është gjëja më e bukur, domethënë, për mendimin tim. Kur fillon gëzohesh për Krishtlindjet? Kur hyn dhjetori? Datën 1 dhjetor. Se mbaron nëntori, ikin festat e 28-29 nëntorit, jo se i festoj shumë ato, se s'ke çfarë bën. Po në momentin që futet dhjetori, kështu data 1 dhjetor, unë jam në Christmas mood, filloj me këngët, filloj me filmat e Krishtlindjeve e kështu me radhë.
Përdor advent kalendar? Deri më sot, jo! Por ju do shikoni në videon tjetër që unë kam marrë një advent kalendar dhe do ja tregoj tek videoja tjetër, kështu që mos harroni ta shikoni, sepse është shumë i bukur, edhe interesant, edhe mezi pres t'i hap të gjitha. Nuk është ajo që mund të prisni juve, po është një advent kalendar sa për të nisur me advent kalendarët. Këndo një frazë nga kënga jote e preferuar e Krishtlindjeve. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Kaq. Nuk kam zë. Edhe mos u tani me mua, ju lutem. Thuaj një shprehje ose një frazë nga filmi jot i preferuar i Krishtlindjeve apo pushimeve të dimrit. Unë në fakt shikoj shumë filma Krishtlindjesh në momentin që futet dhjetorit, siç u thash. Por nuk është se kam ndonjë kështu të fiksuar që ndonjë frazë, ndonjë shprehje. Se edhe ka dhe diçka që nuk i shikoj të përsëritura, por shikoj ato filmat e rinj që dalin, domethënë ka dalë ajo Princess Switch 1-shi, pastaj vitin tjetër doli Princess Switch 2-shi, pastaj 3-shi. Edhe i kam parë këto të reja që dalin, domethënë nuk shikoj 2-3 herë të njëjtin film. Kështu që nuk kam ndonjë shprehje të preferuar. Tani kjo video tjetër është na tregon një kujtim të bukur dhe na tregon një kujtim për të qeshur nga pushimet nga Christmas, nga Krishtlindjet. Atëherë, unë deri sa vjeç mund të kem qenë atëherë? Kam qenë ja 14 vjeç, besoj. Dhe deri atëherë unë e dija që babagjyshi ekzistonte. Që thoni ju, pse po ma unda me këtë zjen sot. Se kam vendeshje në orën 8:30 edhe orës ora 6:10. Unë besoja se babagjyshi ekzistonte, që thoni ju. Dhe do thoni ju, po ti kaq gomare, po flas për veten, edhe beson tek babagjyshi, dhe tani ti tregoj pse besoja deri në atë moment tek babagjyshi. Sepse mami time dhe teta, nëse e xhaxhait, çdo vit na shpërqendronin neve kushërirave dhe fusnin thas të mëdhenj tek Oxhaku. Atë ditë zjarrin nuk e ndisnin. Mund ta bënin ose për Krishtlindje ose për vitin e ri, varet. Sepse neve festonim Krishtlindjet nga xhaxhai dhe vitin e ri nga neve. Dhe gjithmonë ndodhte kjo deri në momentin që unë e pikasa. Edhe ka qenë dita më e errët e jetës time. Kam qarë atë ditë, jam mentur se qari, sepse dola, se nuk e mbaj me tani mirë, tamam, po di që dola nga shtëpia, edhe pash, jo, nuk doli mami nga shtëpia, edhe pash nga balkoni që u fut, kishte një qese, doli jashtë, me thënë ndodhi një gjë e tillë që unë e pash që kishte thesin edhe i fusin ata thasët e zinja ata të mëdhenj të plerave. Nga që ishin durata të mëdha dhe shumë durata normale. Dhe pash mamin me atë në dorë, ëndrat e mia deri në atë moment që ishin kështu me lule, me Krishtlindje, me pemë vitiri me gjëra të tilla, u bëm terta fare. U fikën, u shuajtën. Edhe e kam konfrontuar mamin, se unë jam tip që nuk më... Jo vetëm për atë rast, por në përgjithësi jam tip që po bura re diçka të vi dhe ta them direkt, nuk ri të vras mendin unë, jo po pse e ber, jo pse e tha, jo çfarë ishte, kështu që e kapa mamin direkt. Edhe i thash, të mbash të gjëvat e vure donatat e Oxhaku, me kosh babagjyshi, edhe po pyetja kështu. Dhe mami që mundoi të më qetësonte mua, jo, i solli babagjysh, do me thënë, nuk qante Aleksia që ishte e vogël, sa mund të ketë qenë atë 7 vjeçe, 6 vjeçe, nuk e ma me fëmijë, po qaja unë që isha me madhja kushërirave. Edhe kam qarë po theme të madhe, sa nuk më qetësonte dot njeri. Mbaj mend që jam unë me babin, edhe mundoj babi të më qetësonte dhe të më thoshte, s'ka gjë, mos e vrit mendin, babagjyshi ishte vërtet, nuk e mbaj mend shumë se çfarë thoshte babi, po që i kam mbajtur mëri mamit atë ditë. Nuk i flisja, edhe kur i flisja kështu si me nerva, vetëm nga që kuptova që nuk ishte babagjyshi vitit të ri, por ishte mamagjyshja e vitit të ri.
Ishte për qeshur. Kjo ishte domethënë. Na trego ditën tënde tipike të ditës së Krishtlindjeve. Nuk është se bëjmë ndonjë gjë të madhe, unë siç thash, neve Krishtlindjet më përpara i festonim nga xhaxhai dhe vitin e ri nga ne. Tani nuk i festojmë më kështu, kështu që është një ditë normale, si çdo ditë të vitit. Thjesht në darkë bëhet një darkë. A keni tradita për Krishtlindje? Nope. Nuk kemi asgjë. Pema e vitit të ri është e vërtet apo falso? Ne kemi falso. Kemi mbajtur pemë të vërtet, mbajmë një vit a 2 vjet, nuk e mbajmë të mirë tani se sa vite e mbajtëm. Kishim kështu pemë tamam, po duke qenë se pse e hoqëm me gjakë? Kam shtypje çështje e oksigjenit, dioksid karbonit, diçka tjetër, prandaj edhe e hoqëm. Edhe unë vazhduam domethënë, ju rikthyem pemëve falso. Plus që është gjyna që ti marrësh pemët e vërteta të vitit të ri, ti presësh edhe ti futesh brenda. Ajo është pemë, ajo do të dalë të rritet aty, fokusohu dreqin. Do të dalë të rritet në obor, apo në mal, apo ku digjon ku rriten pemët edhe bredat e vitit të ri, edhe në gjyna, ti futur brenda. Kështu që mos meni pemë të vërteta, edhe pastaj të thani, edhe pastaj ti hitni. Janë gjyna. Dhe pyetja e fundit që është foto me Santën, me babagjyshin e vitit të ri. Jej apo nej? Na tregon një të preferuar. Kam fotografi unë me Santa? Kam? Nuk mbaj mend të kemi... sa ka shohë faqen. Nuk mbaj mend të kemi bërë fotografi, apo kemi bërë. Në prerin e Santa Clausit, të babagjyshit? Jo. Më duket se kemi një fotografi. Po! Më duket se kemi, kur kemi qenë në Venecia në 2015 e ne festuam vitin e ri andej. Edhe, po, më duket se kemi një. Në qoftë se e gjej do ta vendos, në qoftë se nuk e gjej nuk do ta shikoni. Tani po mendojmë ku e kam. Anyway, do mendojmë pasi ta mbyll videon. Atëherë, këto ishin dhe pyetjet e The Merry Christmas YouTube tag. Shpresoj që t'jeni argëtuar sadopak, edhe t'jeni kënaqur, edhe t'ju ketë pëlqyer kjo lloj videoje. Dhe tani erdhi momenti i nominimit. Dhe unë nominoj Martina Beauty, Dezi Lami, Rina Kuqo edhe Dori Dorela. Kështu që, vajza, pres videon tuaj, të shikoj se çfarë përgjigjesh do ktheni juve dhe mezi pres video tuaja. Dhe juve, ndërkohë që jeni këtu, kush ka ardhur deri në fund, ju falenderoj shumë nga zemra që më keni ndjekur deri në këtë moment. Dhe me që më ndoqë deri këtë moment, shkoni dhe bëni një subscribe të 4 vajzave, se janë vajza të mrekullueshme dhe bëjnë video shumë të bukura, kështu që ndihmojini dhe ato që të rritin kanalin e tyre dhe ju të shikoni diçka të re e diçka ndryshe. Kaq videoja për sot, do të shihemi në videon e radhës. Ju puth dhe ju përqafoj të gjithëve. Bye!